Qeni im filloi të sillej çuditshëm me gruan time. Ajo që zbulova do t'ju trondit. Kur gruaja ime u smur, labradori im besnik u bë kujdestari i saj i vazhdueshëm, duke mos u larguar kur nga ana e saj. Edhe pasi ajo u shërua, gjitja e tij u përshkallëzua. Të shqetësuar dhe të hutuar, kërkuan përgjigje, vetëm për të zbuluar një zbulim tronditës që shkatërroi martesën tonë dhe ndryshoi jetën tonë përgjithmonë. Nuk e mendova kur se do t'isha ulur në verandën time, duke parë një perëndim dielli ndërsa përpiqesha të përballesha me prishjen e martesës sime. Jeta ka një mënyrë të çuditshme për të hedhur topa të lakuar, dhe sot isha pikërisht në rrugën e një topi të tillë. Gjithçka filloi disa javë më parë. Alicia, gruaja ime, kishte qenë gjithmonë një tip i kujdesshëm. Ai kishte një talent për ta bërë shtëpinë tonë të ndiej si një shtëpi e mbushur me ngrohtësi dhe dashuri. Pastaj ajo u godit nga një virus i keq në stomak. Doli nga askund dhe rrëzoi, duke lënë të raskapitur. Rocky, labradori ynë 3 vjeçar, u bëja e saj gjatë atyre ditëve. Ai refuzoi të largohej nga ana e saj, edhe kur u përpoqja ta bindja të largohej me lodrën e tij të preferuar. Pasi Alicia u shërua, sjellja e Rockit nuk u kthye në normale. Nëse kishte ndonjë gjë, ajo u intensifikua. Ai do të ankohej dhe do të kruante derën nëse Alicia do të largohej nga sytë e tij. Ishte ëmbël në fillim, derisa u bë agresiv. Një ditë, Alicia e çoi për një shëtitje në përlagjen tonë. Fëmijët Thompson po luanin përpara me qenin e tyre e terrier, një pamje zakonshme. Zakonisht, Rocky do ta kishte injoruar rëmujën, por jo këtë herë. Terrieri e vuri Rockin dhe vrapoi drejt tij. Rocky u tensionua menjëherë, dhe kur qeni terrieri ishte rreth 1 yard larg, ai nxori dhëmbët dhe bërtiti me tërbim. "Rocky, çfarë dreqin?" tha Alicia, duke shtrënguar fort zinxhirin e tij. Ai vazhdoi të bërtiste dhe të kërciste, derisa fëmijët e thirrën qenin e tyre të largohej. Kjo lloj sjellje ishte krejtësisht jashtë karakterit të Rockit dhe më shkaktoi alarme në kokë. "James, çfarë nuk po shkon me Rockin?" pyeti Alicia një mëngjes. Zëri i saj ishte shqetësuar, ndërsa Rocky shtypte veten pas këmbëve të saj. "Nuk jam i sigurt, por ai definitivisht nuk është vetvetja," u përgjigja, duke rrudhur vetullat. "Ndoshta duhet ta shojmë te veterineri, vetëm për të qenë të sigurt." Vizita te veterineri duhet të na qetësonte mendjen, por nuk ndodhi asgjë tjetër përveç kësaj. Ndërsa ishim ulur në sallën e pritjes me Rockin, të ulur te këmbët e Alicias, një grua me një qen pudel nisi një bisedë. "Qeni juaj është shumë i lidhur me gruan tuaj," vuri në dukje ajo, pasi i shpjeguam cilën e çuditshme të kohëve të fundit. "Qeni im pudel këtu bënte të njëjtën gjë kur isha shtatzën. Qentë mund t'i ndjejnë këto gjëra. E dini, unë dhe Alicia shkëmbyem një vështrim. Ishte një moment kalimtar surprizë të përbashkët, i ndjekur shpejt nga një val eksitimi. A mund të ishte e mundur? Atë mbrëmje vendosëm të bënim një test shtatzanie. Rritja ishte e prekshme ndërsa prishim rezultatin. Kur u shfaq shenja e vogël plus, sytë Alicias u mbushën me lotgëzimi e përqafova, duke ndjerë një përzierje gëzimi dhe mosbesimi. "Do të kemi një fëmijë, James," përshpëriti ajo, me zërin që i dridhe nga lumturia. E përqafova fort, ndërsa serioziteti i momentit po më përshkonte. Por, ndërsa ditët kalonin, një dyshim torturues filloi të më gryente. Kishim qenë të kujdesshëm, duke përdorur kontraceptiv me zell, dhe me stresin e sëmundjes së saj, intimiteti ynë kishte kaluar në plan të dytë. Koha thjesht nuk përshtatej. Një natë, ndërsa ishim shtrirë në shtrat, nuk munda ta mbaja më brenda. "Alicia, ka diçka që duhet të pyes," fillova, me zë të rënd nga hezitimi. Ajo kthye nga unë me sy të butë dhe kurioz. "Çfarë ke? E di që ti ngëllon shmenduri, por duhet ta di me siguri. A mund të bëjmë një test aftësie?" Shikimi i dhimbjes që i shfaqe në fytyrë ishte një kam në zemrën time. "James, si mund dhe ta sugjerosh të?" tha ajo ashpër, me zërin që i ngrihej. "Mendon se do të tradhtoja?" "Nuk ka të bëjë me këtë," u përpoqja ta shpjegoja me tonin tim lutës. "Thjesht duhet të jemi sigurt, për qetësinë time mendore, që të jem buri dhe babai më i mirë që mund të jem." Zemrimi i saj u shndrua në trishtim, me lotë që i rinin në faqe. "Si mund të dyshosh kështu?" "Nuk dua të dyshoj," thash, duke ndjerë sytë e mi të digjeshin. "Por duhet të jemi sigurt, të lutem Alicia." Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Më në fund ajo pa ujë me kokë.
me supet e saj të rrëzuara nga disfata. Mirë, nëse kjo është ajo që të duhet, pritja e rezultateve të testit ishte tortur. Çdo moment zgjatej pafundësisht, i mbushur me një peshë shtypse, që ma shtypte shpirtin pak më shumë çdo ditë. Kur zarfi më në fund mbriti, mezi munda të detyroja veten të hapja. Alicia ul përballë meje, fytyra e saj një maskë ankthi dhe shprese. Rogi i shtrihet e këmbët e mia, me kokën mbështetur në putrat e tij, duke ndier tensionin në dhomë. "I je gati?" pyeta, zëri im si një përshpëritje. Alicia poi me kokë, lodhët i shkëlqenin në sy. Me duar që drideshin, hapa zarfin dhe nxora rezultatet. Fjalët u turbulluan para syve të mi, por një rresh spikati me qartësi të plot. Probabiliteti i atësisë 0%. Për një moment, bota u ndal. Nuk mund të merrja frym. Nuk mund të mendoja. Shërëtima Alicias më ktheu në realitet. Ajo mori letrën, duart e saj drideshin ndërsa lexonte rezultatin. "Jo, kjo nuk mund të jetë saktë," tha ajo me ngashërim. "Duhet të jetë një gabim. Mund ta bëjmë përsëri," thash me zë të ulët. "Duhet të jemi të sigurt." E përsëritëm testin edhe 2 herë, çdo herë duke u kapur pas një fije shprese se rezultati i parë kishte qenë i gabuar, por çdo herë përgjigjja ishte e njëjtë. Alicia nuk mbante fëmijën tim. Më në fund u përballa me të për këtë, dhe ajo rrëfeu se kishte pasur një aferë. Lajmi më goditi si një çekiç, duke shkatëruar mbetjet e brishta të besimit tim. "James, të lutem," u lut Alicia me lodhë që i rritnin në fytyrë. "Ishte një gabim i vetëm, betohem. Nuk do të thoshte asgjë. Të lutem, mos më lër." E pash gruan që e kisha dashur dhe të cilës i kisha besuar me gjithë zemër, dhe ndjeva një trishtim të thellë dhe të dëmshëm. "Alicia, nuk mund ta bëj këtë," thash me zë të thyer. "Nuk mund të ri me dikë që ma theu besimin në këtë mënyrë. Të lutem, James," u lut ajo, me zërin e mbytur nga lotët. "Mund ta kalojmë këtë, të dua." "Edhe unë të dua," pranova, duke ndier dhimbjen e atyre fjalëve. Por dashuria nuk mjafton pa besim. Nuk mund të pretendoj sikur kjo nuk ndodhi. Vendimi për të paraqitur kërkesën për divorc ishte gjëja më e vështirë që kisha bërë ndonjëherë. Ram dakord të ndanim gjithçka në mënyrë të drejtë, por kur erdhi puna te Roki, Alicia shpërtheu. "Nuk mund të kujdesem për këtë vetëm," pranoi ajo, me zërin gati mbi një përshpëritje. "Më vjen shumë keq, James. Thjesht nuk mund ta bëj." Roki më pa lart, sytë e tij plot shpirt të mbushur me mirëkuptim. Ai kishte qenë në shkëmbi im gjatë gjithë kësaj prove të vështirë, duke ndier të vërtetën para secilit prej nesh. "Nuk mund ta imagjinoj Atalia pas." "Është në rregull," thash butësisht. "Do ta marr Rokin me vete." Mbledhja e gjërave dhe largimi nga shtëpia, që kishin ndërtuar së bashku, më dukej si një makt, por ndjeva edhe një ndjesi të çuditshme lehtësimi. Ishte koha për të filluar nga e para, për të rindërtuar jetën time nga themelet. Një pasdite, unë dhe Roki u nisëm për në parkun tonë të preferuar. Unë e hodha topin dhe Roki u hodh pas tij me gëzimin e tij të zakonshëm. Por në vend që ta sillte përsëri tek unë, ai vrapoi drejt një gruaje që ishte ulur në bar, me topin e shtrënguar në gojë. "E po, përshëndetje," tha gruaja, duke qeshur, ndërsa Roki ja lëshoi topin te këmbët. Ajo kishte sy të ndritshëm e miqësor dhe një buzëqeshje ngjitëse. "Më fal për këtë," thash, duke ju afruar. "Ai zakonisht ma kthen topin mua." "Nuk ka problem," u përgjigj ajo, duke i dhënë Rokit një përkëdhelje në kokë. "Është i adhurueshëm." "Unë jam Courtney," me qira fjala. "James," u prezantova, duke ndier një ngrohtësi të papritur në praninë e saj. "Ky është Roki, duket se të pëlqen." "E po, edhe mua më pëlqen," tha Courtney me një buzëqeshje. "Ke një qenë të mrekullueshëm." Biseduam për pak kohë dhe gjeta veten, duke shijuar bisedën më shumë se sa e kisha parashikuar. Courtney kishte një lehtësi në vetvete, një mirësi të vërtetë që më bëri të ndihesha rehat. Ndërsa mbrëmja po mbaronte, shkëmbyem numrat, duke premtuar të takoheshim përsëri. Kështu përfundova këtu, në verandë, duke reflektuar mbi sa larg kam shkuar. Tradhtia Alicias la plak të thella, por unë po filloja të shija një rrugë përpara. Me Rokin pranë meje dhe mundësi të reja në horizont, ndjeva një shkëndijë shprese. Ndoshta, thjesht ndoshta, e ardhmja mbante diçka të mirë në fund të fundit.